Ka qenë pak para zgjedhjeve, se të mos 43 javë. Në sondazhe që kemi pa para zgjedhjeve, realisht është konfirmu që janë shumë afër, bile kjo ka qenë përqindja 1%. Ne kemi pas sondazhe që janë bë më herët dhe është garë reale pritshme këtë rezultat çka ka dalë dje, largoj këtë pjesën e exit pollëve diskutum. Dhe folëm sepse nuk jap zgjedhja vlen me përsërit mo exit pollet në Mitrovic kanë dalë jashtë secilit parashikim normativ të standardit ligjit që është dyshuje në raport me Mitrovicën, aty është dështim dhe s'ka asnjë lloj diskutimi. Tashti, kjo është gara e konfirmuar tash politikisht. Nëse përkthehet, unë prap besoj që kjo është një fitore shumë e madhe e Arjan Tahirit nëse krahasohet me idenë që Peci ka hyrë atko në garë në Mitrovic para një muaj e gjysmë se më pak se 2 muaj ku ka qenë ndoshta 70-30. Arjan Tahiri ka qenë outsider total përpara se të fillojë fushata. Dhe ka arrit me rikthy sot është në garë në balotazh me mundësi të madhe me e fitu. Domethënë Mitrovicën. Në secilin variant e përsërisë edhe një herë gara në Mitrovic nuk është mes Tahirit dhe Pecit, është mes Tahirit, Bedri, Hamzës, PDK-s, mes që është në Mitrovic dhe Albin Kurtit. Pra ka një paralele që nuk mund të rriqet me komunat e tjera dhe ky është rezultati domethënë që ka dalë atje. Faton Peci do dali pari pas votave me diasporë sepse këto janë prishmërit dhe nëse ka logjikot një rrjedhë e votave se si diaspora voton kur është në pyetje vetë vendosja, në raundin e parë Faton Peci do dali pari pak para balotazhit. Kështu që ka një përmbysje nga ajo çka është thënë në balotazh dhe në këtë rezultat aktual që është, por balotazhi tash mundet me caktuar çdo gjë